Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të drejtanisme, do të ndalemi me njëherë me një zhvillim të minutës së fundit, është kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetet sociale, ndjekim së bashku drejt për drejt. Dhe bindje të cekta, dhe për një qast u duk se zhurma triumfoi në realitetin, por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo ka renditur Shqipërinë, të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larg qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike, të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi i prerjeve barbare, të pyjeve, gjuetisë, së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtje natyrën, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetër. Prandaj, unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta, përkundrazi. Ata më kujtojnë dhe duhet na kujtojnë se zhvillimi nuk mund të jetë kurrë një justifikim për të harruar atë që na është besuar nga e shkuara dhe që duhet t'u dorëzojmë më të mirë brezave që i përkasin të ardhmes. A do thot kjo se ne kemi bërë gjithçka si duhet përderisa indeksi na ngre kaq lart? Sigurisht që jo. Sigurisht që jo, sepse kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira, e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë të drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Prandaj, ky raport nuk është një medalje për t'u vetkënaqur dhe as për t'ja u përplasur në fytyrë atyre që mendojnë ndryshe nga unë, por është një përgjegjësi shumë e madhe dhe një kujtesë se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt kur është e nevojshme dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, ama duke mos i harruar kur faktet. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes
ekonomisë dhe mjedisit dhe as duke zgjedhur me zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe faktet. Dhe nëse sot bota na thotë se kemi bërë një rrugë kaq të gjatë për mirë, përgjigjja e mençur nuk është thjesht krenaria për rrugën e bërë, po është përullësia për të pranuar se kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë dhe po ashtu vendosmëria për ta bërë atë edhe shumë më mirë. Ky është detyrimi ynë ndaj Shqipërisë dhe kjo është fjala ime pas një raporti që më bën sinqerisht krenar për gjithçka kemi bërë, por nga ana tjetër më bind se reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të Flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm. Dhe së shpejti do ta keni dhe ato. Përshëndetje. Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në Kemi ndjekur drejt për drejt edhe këtë reagim që ka patur kryeministri Edi Rama se i takon rritjes së indeksit një raporti për mjedisin ku Shqipëria është rritur në rajon. Sigurisht ka patur një reagim edhe se i takon protestës dhe zhvillimeve politike, cilat i diskutojnë në këtë momente me zotin Frok Çupi, i cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zotit Çupi që jeni me ne. Si e pat këtë reagim, duke marrë shkacë konkretisht nga mjedisi, kryeministri pati edhe një qëndrim për atë që ka ndodhur përgjatë këtyre javëve në Tiranë me protestën, duke konsideruar të nevojshme dhe si një përparim të shoqërisë, pra që kosa preket nga çështjet mjedisore. Është një reagim sa politike dhe edhe po e quajmë social, të më thënë një reagim për shoqërinë. Por ajo është farë më bën të vere, është se ka dy momente shumë të rëndësishme që nuk janë konstatuar në rrugën tonë politike. E para është konstatimi se Edi Rama si kryeministër është i pari që dorëzohet edhe kur s'ka në thonjza. Dorëzohet para atyre që protestojnë kundër tij, në kuptimin e shpjegimit, në kuptimin e më thoni çfarë t'u them, më thoni çfarë kërkoni, më thoni të shpjegoj, se në fundit një protestues dhe kur është pozitiv nuk i di gjitha gjërat. Në fundit një protestues dhe kur ka qëllime shumë të mira nuk arrin të zbuloj se s'është detyra e tij të zbuloj fakte, të dhëna, raporte me vendet e tjera, raporte me mundësitë e vendit e tjera. Gjë që bëhet për herë të parë, domethënë kur një kryeministër nuk i shikon protestuesit si njerëz të huaj dhe si njerëz që janë kundërshtar të pandrejtshëm. Aq më pak pastaj që të reagoj me mjete jashtë demokratike ndaj protestuesve. Ky është reagimi i parë. Në vendin tonë ka ndodhur tragjedira. Në vendin tonë është tipike pas Hamasit. Domethënë në kohën e Berishës këtu po ta marrësh atë periudhë është më keq se Hamasi, është më keq se Hezbollahut, është më keq se bandat terroriste të ISIS-it. Është një vim nga një periudhë kur po të bësh krahasim me ndjesh keq me brezin që ka lindur pas atyre viteve, se s'ke që u shpjegon, s'ke që u thua, do të thotë që do të dëshmosh një gjë të tmerrshme nga vendi yt. Kështu që ne në fundit edhe për atë që thotë kryeministri, gjë që do të thoja për akti i dytë i kësaj dëshmie të kryeministrit para qytetarëve, është se ju dëshmon çfarë është Shqipëria sot dhe si është Shqipëria sot. Vim nga një periudhë kur në rrugët e Tiranës nuk kishte nuk ndaleshin zogj. Dhe kur shkonim nëpër botë na bën të përshtypje shumë të madhe që na vinin pllumbat dhe ushqeshin ose losnin me njerëzit.
nuk ishte rrallë gjeje një qend pas sakatosur, me 4 këmbë, ishte shumë e rrallë. Rrallë gjeje njerëz që të mund të përgdhelnin kafshën ose të mund të ndjeshin mirë në një park. Do me thënë, po them gjërat më... Pasaj, pasuria naturale Shqipërisë është rritur jashtëzakonisht, janë rritur pyjet, është rritur numri kafshëve, është rritur numri i specieve e tjerë. Kështu që akti dyti i kryeministrit ishte se e dëshmoj në hartën e botës edhe në hartën e rajonit se ku ndodhet në shë moment ndodhet Shqipëria dhe në shë pozicion ndodhet Shqipëria. Gjë që qytetarët kanë shumë nevojë ta dinë. Ky ishte, për mendimin tim, një vështrim, ky ishte një vështrim mbi atë çfarë dëgjuam nga kryetari i qeverisë. Ju bëri përshtypje fakti që tha që edhe ato problematikat e protestuesve do të gjejnë një rrugëzgjidhje në fund të reagimit, pra lexoni diçka të tillë edhe në kuadër të këtij raporti të publikuar sot? Po, këtë gjë ne kemi, kjo është po kaq interesante, po këtë gjë ne kemi dëgjuar prej kryeministit qysh ditën e parë kur kanë filluar protestat që për mendimin tim tani edhe mund mos quhen protesta, sepse ka mbaruar misioni i tyre. Madje nuk po merren me fillesat e veta. Madje kjo lloj proteste ka kaluar në një moment kur vërtet po ndot qytetin, jo thjesht fizikisht, po ndot me moralin, po ndot me egërsin, me parullat, me tjerë. Kjo është problemi i ligjit, pastaj se sa shteti po zbaton ligjin, sepse shteti ka për detyrë të mbrojë shumicën e qytetarëve. Jo 5 veta që dalin dhe shajnë dhe thonë fjalët që nuk i thotë dhe veprat që nuk i thot rrugaqëria më e madhe e një qyteti edhe e një kasabaje. Kështu që ajo që tha kryeministri ka thënë qysh prej fillimit dhe me sa duket, ose jo sa duket, por siç janë dhënë sinjalet dhe siç janë informacionet, një ekip i tërë po punon me qëllim që të vjel pik për pik. Atë çfarë është vlerë në një lëvizje. Dhe kur ka një lëvizje, sidomos kur lëvizja quhet qytetare dhe ishte qytetare, pak a shumë, padyshim që kishte probleme, edhe pse mund të ishin vetjake, edhe pse mund të ishin sporadike, edhe pse mund të ishin pak a shumë të njohura, edhe pse të ishin pak a shumë të natyrshme, sepse njeriu natyrshëm kërkon më shumë edhe kur nuk ka mundësi të ketë më shumë. Kështu që kjo do jetë një protokoll tjetër i shtetit dhe realisht ka plot gjëra për të rregulluar në raportet e shtetit me individin, janë plot historira. Ka institucione në shtetit që me siguri do të konstatohen sigurisht. Ka institucione të cilat nuk ngren telefonin e qytetarit. Ka institucione që s'kan adresa. Ka institucione që nuk mund t'i gjesh kurse si për t'u ankuar, për të thënë që ka rënë një zjarr. Institucionet e ushqimit praktikisht kanë vetëm një numër telefoni dhe asgjë tjetër si në kohën e komunizmit, domethënë kishte një numër telefoni, madje telefon me linjë dhe asnjë adresë tjetër. Nëse ty të helmohen qindra qytetarësh ose një qytetar, ku do të telefonosh? Këto janë problemet që me siguri nuk është fjala thjesht për të zgjidhur disa, për të shkuar të qytetari për të thënë protestuesit sa nevojë keti për të ndërtuar një mur ose për të ndërtuar një shkollë ose një gjë tjetër, por me siguri do të shërbej dhe ka nevojë të shërbej për të rindërtuar raportet e administratës së shtetit me kërkesat njerëzore të qytetarëve. Shumë e rëndësishme në fakt edhe kjo çështje. Zoti Çupi, unë dua që së bashku të ndalemi edhe tek zhvillimet politike, duke patur parasysh se sot edhe pas 2 ditësh janë 2 seancat e fundit plenare, ku do të ketë çështje shumë të rëndësishme. Së bashku dua që të diskutojmë edhe për një raport
që do duhet votohet për vitin 2025 nga në Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, duke patur parasysh gjithë përparimin që ka pasur Shqipëria së fundmi në këtë pikë, çfarë prisni ju nga këto dy seancat fundit? Janë në fakt edhe një sër çështjesh të tjera dhe raporte për institucionet e pavarura të drejtësisë, por megjithatë integrimi evropian mbetet sigurisht në qendër qoftë interesit qytetarëve, po jo vetëm. Me para kam ndjesinë se dhe jo vetëm po nuhatjen politike se nuk mund të mbyllet korriku pas zgjidhur disa nga problemet themelore të raporteve tona me Bashkimin Evropian. Nuk mund të ketë pushime vere as për pozitë, as për maggjorancën dhe as për opozitën. E para, dyta do të jetë domosdoshme që vetë opozita të bashkohet të paktën tanin me rrjedhën e afërt për në Bashkimin Evropian. Çështja shumë e rëndësishme është fakti se një nga gjërat që do të diskutohet në parlament është problemi i raporteve me trupin e drejtësisë. Dhe raportit me trupin e drejtësisë janë si thuash, nën kapitujt më të rëndësishëm, më të nxehtë, më të fuqishëm, më të rëndë, që ka për të përballuar Shqipëria dhe kushdo tjetër që aspiron për në Bashkimin Evropian, drejt hapave të tjerë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Cilat janë këto raporte? Fakti që deri më sot ne kemi plot gjëra, plot arritje në këtë fushë, por kemi plot probleme të mëdha të pakënaqësisë qytetare ndaj drejtësisë, do të thotë se ka nevojë për përmirësim raportesh. Nuk ka askund drejtësi që bëhet vetvetiu, dhe nuk ka askund ligj që bëhet vetvetiu, dhe nuk ka askund moral që bëhet vetvetiu. Të gjitha këto kanë një bazë, kanë një organizim që jetojnë në shoqëri shumë të qytetëruar dhe të organizuar, kështu që edhe këto raporte me siguri janë konstatuar se duhet të ndërtohen, duhet të përmirësohet ndërtimi i tyre për shkuar në një stad tjetër të Shqipërisë. Shqipëria pret një stad të barabartë me vendet, sidomos në këtë pikë, në vendet të tjera të Bashkimit Evropian, sepse ka dhe një vlerë shumë të madhe për cilën për ne është në fund të radhës. Për vlera e madhe se drejtësia europiane nuk mund të bëhet nëse nuk është e barabartë si drejtësia pariziene, londineze, berlineze, me drejtësinë e Tiranës. Është e domosdoshme. Prisni ju bashkëpunim nga ana e opozitës për këtë çështje shumë të rëndësishme? Të paktën sot kanë marrë pjesë në seancë, ka pasur ndryshim. Për të thënë vërtet, kam ndodhe me dy qëndrimeve. E para është qëndrimi emocional, i cili ndikohet, qëndrimi emocional e thjesht imi, po një qytetari, i cili ndikohet me eksperiencat që kemi kaluar. Eksperiencat janë shumë të papritura. Do me thënë, në një moment saktuar Partia Demokratike voton krahas maggjorancës dhe në momentet të tjera shkon në Bruksel dhe i thotë unë duhet thy tjegullat e shtëpisë nëse votoni pro Shqipërisë. Është një gjë që nuk mund ta gjykosh, është një marrëzi, një çmenduri. Fakti që sot kryetari i PD-s sulmonte që nga SPAK ose këtu kam parë, thoshtë kishte alucinacione, sigurisht se thoshtë unë këtu kam parë gjëra të tmerrshme, thasme, para etj. Do të thotë se ndodhet në një krizë ku është i detyruar të votojë në kuptimin e politik, po ndërkohë po përpërlitet, po i kërkon qeverisë, po i kërkon shtetit, po i kërkon drejtësisë favore që të votojë. Do të thonë më favorizoni në çështjen time penale që unë të mund të bëj ushtrinë time të votoj pro Europës. Jemi në këtë pikë, do me thënë, varemi tek një gjë që duhet të thyejmë ligjet, duhet të falim vjedhjet, duhet të falim korrupsionin dhe krimet e Berishës, me qëllim që ta ofrojmë Berishën në votimet pro Europë. Çfarë Europë është kjo? Do thotë që është një Europë si Rozafa. Jemi të detyruar ta ndërtojmë marrëdhënien me Europën siç ndërtuam Rozafën, në prish natën dhe ndërto ditën dhe jep koncesione për krimet me qëllim që ta afrohemi me një sistem ku nuk ka
ku ka shumë pak krime, ose si thua është qytetërimi shumë i lartë. Nuk mund të japësh përgjigjes shumë të reale për shkak se dilemat janë si të Shakespeare, janë të tmerrshme, janë tragjike, janë kriminale. A i thot, tani unë kam parë para aty në korridoret e Spakut, kam parë thasme para, në fakt i vin nga e kaluara e ti, dhe botës i thot, shikosh kam parë, dhe ndërkohë kërkon ti thuash, ore, qatë do ti që të mos i shikosh ato? Qarë do të të letësojmë do me letësoni në krimet që kam bërë për pronën, për njeriun, për korupcionin e tjeri. Kjo është situata. Situata nuk është e qartë, por situata është e tillë që me pa tjetër majoranca, si takon, Edi Rama ka marrë përsi për gurin e Sizifit dhe duhet të ngjisë me pa tjetër atje ku është ora për të shkuar në Bashkimin Evropian, por Bashkimi Evropian, pranimin bashkimi, antarësimin Bashkimi Evropian, pastaj është ajo që i zgjidh të gjithat vjen në rrugën së prapthi, si thuash, siç është mbyllja e dosjeve dhe hapja e dosjeve dhe mbyllja e dosjeve, dhe vjen në zgjidhjen e vet, sepse jemi antar të Bashkimit Evropian dhe nuk mund të kemi më kërcënime të tilla që nga prokuroria speciale, të thot autori i krimit të thot unë post më fale, unë bëj krime të tjera. Nuk ka kuptim. Unë falenderoj shumë zotë Çupi. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit për analizën që nda drejt për drejt. Ndalemi tani me të tjera zhvillime, duket se Tirana si kryeqytet nuk do të preket nga ndarja e re territoriale, ndërsa si qark, socialistët kanë opsion të heqin një bashki duke bërë nga 5 në 4. Kryeqyteti do të ketë status të veçantë, ndërsa në të gjithë vendin Partia Socialiste por shqyrton mundësinë e uljes së numrit bashkive me rreth 10 nga veriu në jug, duke i shkrirë disa prej tyre që kanë territor të vogël dhe performancë të dobët. Në tavolinë është Bashkimi Prenjasit me Librazhdin apo Kulcyra me një bashki tjetër të qarkut Gjirokastër, ndërsa të njëjtën socialistët do të zbulojnë hartën e tyre të re. Tirana mund të mos qëndroj si që është nga 5 bashki, mund të shkojë në 4, kjo është një opcion që ka në dorë socialistët dhe merr formë shumë shpejt. Aulona Bylykbashi, deputete e PS-s dhe antare Komisionit të Reformës Territoriale, tregoi në emisionin Newsroom propozimin që shqyrtojnë socialistët. Tirana vetë si kryeqytet është mjaftueshëm e madhe, ndërkohë që në nivel qarku ka disa diskutime në raport me disa të dhëna që kanë dalë për disa bashki të vogla, të cilat edhe këtu mund të ketë një opsion bashkimi dhe këtu, po e njëjtja do t'ja dita ku do të ishin. Nuk e di, po flasim këtu për parime, vendimarrja do t'jetë e gjithë komisionet. Tirana si bashki do të ketë status të ri, do të trajtohet si një tjetër njësi apo do të ketë një regjim të posaçëm. Ose do të ketë një kapitull të veçantë i cili brenda ligjit të pushtetit vendor, i cili e administron nga pikpamja legjislative dhe procedurale dhe administrative në një mënyrë tërësisht veçantë që i përgjigjet njëkohësisht edhe zhvillimit ekonomik të Tiranës, mund të ketë më shumë kompetenca. Ka një opsion që mund të ketë edhe një rregullim me një ligj tërësisht të veçantë krahasimisht me bashkitë e tjera. Socialistët prezantuan një raport me mbi 300 faqe analizë të ndarjes aktuale dhe performancës së bashkive dhe ditën e njëjtë. Ata pritet të prezantojnë hartën e tyre që pakson me rreth 10 bashki në ndarjen territoriale të vendit. Nga të dhënat deri tani nuk do të ketë ndryshime shumë drastike, do të ketë ndryshime të lehta, të cilat besoj që mund të shkoj përafërsisht tek numri 10. Bashkitë që rrezikojnë shkrirjen janë ato me territor të vogël dhe kanë performancë të dobët deri tani. Një shembull i tillë është shkrirja e Bashkisë së Prenjasit me Librazhdin. Është një opsion që po diskutohet bashkimi i Prenjasit me Librazhdin. Kjo për shkak të treguzve që kanë nxjerrë ekspertët, po edhe për shkak të tipareve historike, kulturore që i bashkojnë këto dy bashki. Kulcyra e qarkut të Gjirokastrës është në tavolinë për të bashkuar me një tjetër bashki. Të gjithë kurioze, po edhe kulcyra për shembull është diskutuar. Rivijëzimi i hartës do të mësohet të njëjtën dhe më pas do të kalojë për konsultim dhe me institucionet lokale. Mazhoranca është e vendosur
që ta miratojë ndarjen e re me nisjen e sesionit të ri parlamentar në shtator dhe zgjedhjet për pushtetin vendor të 2027-s do të mbahen me hartën e re. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillimet të ditës. Një sasi lëndoshplasës është sekuestruar nga policia në Tiranë, një 52 vjeçar u arrestua gjatë operacionit Porosia pasi u kap duke transportuar granata tritoli dhe kapsullat detonatore. Rrethuesit të dyshojnë se materiali shpërthyese do të shiteshin, ndërsa i arrestuari rezulton me precedent penal. Ky është momenti kur efektivët e Shqiponjave neutralizojnë një 52 vjeçar i cili u kap duke transportuar granata luftarake, tritol dhe kapsulla detonatore, të cilat dyshohet se do t'i shiste. 52 vjeçari Petrit Çeça nga Fushkruja nuk është një emër i panjohur për policinë e shtetit shqiptar. Ai rezultoni i skeduar më herët sa i takon fushës së narkotikëve. Operacioni u finalizua orët e para të SHN-s në rrugën Kastriotut në kryeqytet, kur efektivët e Shqiponjave kishin siguruar informacion përmes rrugëve operative se 52 vjeçari lëvizte me sende të palishme. Sipas bluve të Tiranës, gjatë kontrollit të qeses që mbante me vete 52 vjeçari, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 2 granata dorë luftarake, 2 ndezëse unifikuese, 600 gram lëndë plasëse tritol, një pjesë së cilës ishte e pajisur me 2 fitila dhe 2 kapsulla detonatore, gati për shpërtim, si dhe 6 kapsulla detonatore, teksa Petrit Çeça u dërgua në qeli telefonit i celularësh në duart e hetuesve, të cilët vjojnë hetimin për të zbuluar ku do të shiteshin sendet e palishme, specifikisht ku do të dërgohet tritoli, një pjesë e të cilit ishte përgatitur për shpërthim. Do të ndalemi tani me një ngjarje të rëndë, bëhet fjalë për një aksident rrugor që është regjistruar ditën e sotme konkretisht në rrugën e Kombit në afërsi të Rubikut. Ne do të kemi mundësi që të lidhemi me Gjergj Figurin për të mësuar patjetër më shumë i bilancin e këtij aksidenti, posa kaq edhe rrethanat, çfarë ka ndodhur konkretisht, lidhemi drejt për drejt me të. Gjergj, përshëndet, cilat janë informacionet që kemi për këtë aksident dhe patjetër bilanci i tij? Fatkeqësisht ky është aksidenti i ditë brenda 24 orëve që shënohet tuese në njëjtin vend në afërsinë të Rubikut përgjatë rrugës së Kombit. Dhe ditën e sotme 4 persona mbeten të plagosur kur automjeti i tyre u përplas me një kamion, ndërkohë që pati edhe problematika sa i përket edhe trafikut, pasi bllokimi i rrugës krijoi një trafik të rënduar. Të 4 persona kanë marrë plagë dhe janë dërguar në spitalin e Rreshenit për ndihmë mjekësore dhe fatkeqësisht bëhet e ditur se janë jashtë rrezikur për jetën, por mbetet një situatë problematike pasi pikërisht në këtë segment rrugor, duke qenë se nuk lejohet parakalimi një pjesë e drejtuesve të automjeteve, në fakt e kryen diçka të tillë dhe kjo bën që të provokohen edhe aksidente dhe fatkeqësisht 2 të tilla u shënuan, një pas ditën e djeshme dhe një sot rreth drekës, duke bërë nevojshme monitorimin e kësaj. Tashmë ka nisur edhe hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota, por edhe në këtë rast duket si një parakalim i gabuar i drejtuesit të autoveturës që u përplas më pas me kamionin ka qenë edhe shkaki i këtij aksidenti, ashtu si edhe ditën e djeshme që në fakt për të njëjtat arsye shpejtësia te normave të lejuara dhe parakalimet e gabuara bën objekt i këtyre aksidenteve që fatkeqësisht kanë edhe pasoja, fatmirësisht vetëm me të plagosur, pra fatmirësisht nuk ka patur humbje jete, por që bën nevojshëm një monitorim më të fortë të këtij segmenti rrugës, duke qenë se ka një shikueshmëri të lartë rrugës dhe tentativa e drejtuesve të mjeteve për të kryer parakalime është më e madhe gjatë kësaj periudhës, edhe për shkak të fluksit të lartë automjeteve, kryesisht nga Kosova, që vinë në drejtim të plazheve të Shqipërisë, e bën që rendimi i fluksit dhe i lëvizshmërisë të nxjisë aksidente të tilla dhe fatkeqësisht të ndodhen si ky sotmi, që do të jetë pjesë e hetimeve për të përcaktuar në fakt gjithë dinamikën, pasi fillimisht është tentuar të jepet të është dhënë ndihma e parë të plagosurve dhe më pas është ndërhyrë edhe nga policia e njësisë së autostradave për të zhbllokuar rrugën dhe më pas po vijohet edhe me veprimet hetimore për të përcaktuar shkakun e plotë të këtij aksidenti, le të themi të jetë i fundit, por që mbetet një segment që duhet monitoruar. Faleminderit Gjergj Figuri për raportimin. Faleminderit juve.
Do të ndalemi tani me një tjetër zhvillim të minutës së fundit. Bëhet fjalë për një zjarr të rënë pak orë më parë në Qaftan. Informacionet e fundit flasin për një izolim të këtij zjarri. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se zjarri nisi si pasojë e djegjes së disa gomave në këtë zonë, çka më pas ka filluar të deportojë dhe një sipërfaqe më të madhe, por fatmirësisht pak çaste më parë zjarri është izoluar nga forcat zjarrfikse, ndërsa tani më po punohet për identifikimin e personave që dyshohet se ishin shkaktar të këtij zjarri. Pas disa vitesh në rënje, duhani në Belsh, por i kthehet si një kulturë me potencial eksporti. Kërkesa nga tregjet e Bashkimit Evropian ka nxitur fermerët e Dumres të mbjellin sërish tokat me këtë produkt, duke parë kështu mundësinë për të siguruar një treg të qëndrueshëm. Shumë prej fermerëve janë kthyer për të investuar në vendlindje. Rritja e kërkesës nga tregjet ndërkombëtare por i kthen interesin e fermerëve të Belshit për kultivimin e duhanit. Një kulturë bujqësore që për vite u mendua se ishte drejt zhdukjes, sot po zë sërish sipërfaqe të konsiderueshme në tokat e Dumres, fal kërkesës në rritje kryesisht nga vendet evropiane. Mes fermerëve që kanë investuar në këtë kulturë është edhe Endri Tabaku. Pas disa vitesh emigrimi në Greqi, ku punoi në kultivimin e duhanit, ai u kthye në vendlindje për ta zhvilluar këtë kulturë bujqësore. Sipas tij, tregu i eksportit mbetet garancia më e madhe për fermerët. Kemi punuar në Greqi dhe më mirë jemi këtu se jashtë. Sa vite ke që kultivon duhanin? Viti 4. Mas çmimit, mas fitimit, është më mirë kjo. Sa të miellesh gjëra tjera, për shembull grurin këto. Ka ardhur në rritje kërkesa për duhanin? Po, në rritje, në vit në rritje. Në sa po i nxirrnin treg? Treg me 6.000 lekë. Çmimi mirë. Mirë, jashtësysh, mirë. Edhe Nderim Haka kultivon duhan prej 3 dekadash. Ai thotë se kjo kulturë ka qenë gjithmonë burimi kryesor i të ardhurave për familjen e tij. Kush është problematika që hasni më tepër? Fuqia punëtore, transporti, sistemi vadidjes. Keni ndërmend ta zgjeroni, ta vazhdoni? Jo, nëse se zgjerojnë do të se ne dy veta e burrë grua. Po ta zgjerosh do të kesh fuqi punëtore, do të kesh agregatet tuaja, do të krijosh fermë. Kultivimi i duhanit është një traditë e hershme në zonën e Dumres. Sipas të dhënave të fermerëve, çdo vit prodhohen rreth 50 ton duhan, pjesa më e madhe të cilit eksportohet drejt tregjeve evropiane. Pikërisht kërkesa e qëndrueshme nga jashtë vendit po i nxit gjithnjë më shumë fermerët të rikthehen te kjo kulturë, e cila po konsiderohet sërish një mundësi fitimprurse për bujqësinë e zonës. Shqipëria po kthehet në një nga destinacionet më interesante për vizitorët e huaj. Revista e udhëtimeve Travel and Tour World thotë se vendi po sheh një rritje të shpejtë të këtij sektori. Sipas revistës, në kuadër të procesit të integrimit, Shqipëria po vijon dhe për afrimin me standardet dhe sistemet europiane të udhëtimit me synim modernizimin dhe lehtësimin e hyrjes dhe kalimit në kufi. Rritja e interesit të turistëve të huaj po e kthen Shqipërinë në një nga destinacionet më unike dhe më premtuese europiane. Revista e udhëtimeve Travel and Tour World e ka renditur vendin tonë si një nga atraksionet që po fiton popularitet me ritme të shpejta, teksa nënvizon se vendi po parafron edhe standardet europiane të udhëtimit, si pjesë e procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sipas artikullit, kjo po shoqërohet edhe me lehtësimin e procedurave kufitare, reduktimin e kohës së pritjes si dhe përdorimin e sistemave digjitale për menaxhimin e fluksit të udhëtarëve veçanërisht në aeroportin e vendit. Po ashtu shton se qeveria nga ana tjetër po përqendrohet në balancimin e zgjerimit të turizmit, me përmirësimet e infrastrukturës në të gjitha drejtimet apo edhe mbrojtjen e mjedisit, por rritja e shpejtë e turizmit sipas revistës së udhëtimeve shton nevojën për zgjerim të kapaciteteve në infrastrukturë, por edhe në ndërtimin e strukturave pritëse, kryesisht në qytetet bregdetare të vendit. Travel and Tour World thotë se Shqipëria ofron një kombinim të rrallë që gjendet në Europë, veçon në Rivierën Shqiptare me plazhet e Sarandës, Ksamilit, Himarës dhe Dërmiut,
që vijojnë të tërheqin vizitor nga gjithë bota, me qytetet historike, pjesë e UNESCO-s, peizazhet malore, kuzhinën tradicionale, si dhe akomodimin në struktura turistike, me çmime mjaft të arsyeshme. Nuk lë pa përmendur edhe kryeqytetin e vendit, ku turistët mund të shijojnë edhe jetën e natës dhe përvojat moderne që ofron Tirana. Sipas Travel and Tour World, Shqipëria është tashmë e lidhur me tregjet europiane të turizmit, por edhe më gjerë, përmes sistemit të udhëtimit pa viza për vizitor nga shumë shtete, duke bërë vendin lehtësisht të aksesueshëm në çdo kohë të vitit. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet për ditësuara minut 5 minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.